Në sallën e Këshillit Bashkiak u zhvillua mbledhja e Këshillit Vendor të Sigurisë Publike ku diskutuan masat për mbarvajtjen e sezonit turistik veror. Në rendin e ditës ishin masat për çeljen dhe mbarvajtjen e sezonit turistik, masat për parandalimin e zjarreve gjatë verës, si dhe parandalimi i kultivimit të bimëve narkotike. Prefektja e Qarkut Korç, Florinda Zegullaj, vendosi theksin tek masat parandaluese dhe koordinimi institucional për garantimin e rendit, qetësisë dhe sigurisë gjatë sezonit turistik. Vetëm për Bashkim Pogradec janë miratuar në 39 parcela publike në breg liçenin e Pogradecit, me një sipërfaqe totale prej 55.653 m2 plazh publik, po kjo përbën një përgjegjësi të shtuar dhe kërkon koordinim shumë të fortë ndërmjet Policisë Bashkiake, Policisë së Shtetit, Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe strukturave të tjera përgjegjëse për rendin, pastërtinë, sigurinë dhe administrimin e territorit. Drejtuesi i kufirit të Qarkut Korç dhe shefi komisariatit të policisë Pogradec bën me dije disa nga masat e marra për garantimin e sigurisë të turistëve dhe pushuesve gjatë muajve të verës. Do ketë një lehtësim të lëvizjes qytetarëve, kryesisht dhe shtetasit e huaj, që do hyjnë në Republikën e Shqipërisë, ku dhe për këta janë marrë masa që mos kemi pengesa të lëvizjes tyre në pikët e kalimit kufitar. Ku në bashkëpunim me Bashkimin e munduar që të sigurojmë plazhet, të japim atyre një prioritet sa më të lartë, duke siguruar kryesisht jetën e qytetarëve. Nga ana e Komisariatit të Policisë Pogradec është hartuar plani masave përbashkët me stacione policisë kufitare të Shemish, garantimi i rendit të qetësisë publike dhe parandalimi i veprimtarisë kriminale në të gjithë plazhet dhe zona turistike të rrethit Pogradecit, nëpërmjet planifikimit dhe kryerjes së shërbimeve të policisë në kontrollin e mbulimit të territorit. Shqetësimi i ngritur nga kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli, lidhej me situatën në pikët e kalimit kufitar Qaftan, për të cilën kërkoi marrjen e masave konkrete për shmangjen e pritjeve të gjata dhe radhëve gjatë pikut të sezonit turistik. Kërkesë për drejtorin e kufirit, shqetësimi i madh është pika e Qaftanës, ajo në vend që të bënte të lehtësonte kalimin me këtë sistem që kanë bërë, nuk është puna juaj, por neve bashkërisht duhet të luftojmë që ta rregullojnë, sepse siç e shihni, edhe në ditë zakonshme atje ka radhë gjata, ne po presim sezonin turistik edhe besoj që do krijojë një kaos i vërtetë. Ndërkohë, drejtues të institucioneve të tjera si Spitali, OSHE, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor, Arsimi, Zjarfiksja dhe IKMT-ja prezantuan planet dhe angazhimet e tyre për një sezon turistik të sigurt dhe të suksesshëm.